të ngjallë frikë, terror dhe panik tek të gjithë opinioni publik, se ne kur ja bëjmë Ilir Metës këtë gjë, juve tjerëve s'ju kemi asnjë gjë përpara. Monika Kryemadhi ishte e ftuar në emisionin të paekspozuarit në MCN TV, ku komentoi procesin gjyqësor ndaj saj dhe Ilir Metës. Ajo foli me tone ironike për mundësinë e burgimit, duke thënë se burgu më i madh është jashtë, për shkak të vështirësive të jetës së përditshme. Kryemadhi bëri humor edhe me një video të publikuar nga burgu i Durrësit, ku të burgosurit shfaqeshin duke kërcyer. Ajo akuzoi ish ambasadoren amerikane Yuri Kim dhe kreun e SPAK-ut Altin Dumanin se kanë ndikuar në situatën e saj politike dhe ligjore. Sipas Kryemadhit, edhe Erion Veliaj është përdorur në këtë proces. Në vijim të bisedës, ajo vijoi me batuta për jetën në burg, duke përmendur parukerit dhe kushtet në burgjet e grave, ndërsa diskutimi në studio u zhvillua në atmosferë humori dhe ironie.